Ajeti që përsëritet më shumti në Kur'an dhe ajeti që më shumti përsëritet në surën Ar-Rahman. Dhe ka një lidhje interesante, qysh nga emri i surës dhe ky ajet Ar-Rahman, i gjithëmëshirshmi, e cilën të mirë të Zotit ju e mohoni. Domethënë çdo të mirë e keni prej Zotit. Ku ta fillosh? Për këtë arsye po ta shohësh surën, pyetja fillon qysh me krijimin e tokës, krijimin e jetës në tokë, krijimin e njeriu, këtë mirë të Zotit po e mohoni. Jeta e kësaj bote, jeta e botës tjetër, dita e gjykimit, xheneti, xhehenemi, mirësitë e xhenetit, mirësitë e xhehenemit, gjithmonë vjen pyetja e cilën të mirë të Zotit ju po e mohoni. Pra, qysh në fillimin e krijimit, ardhja e njerëzit në këtë botë është produkt i mëshirës së Zotit, ardhja e profetëve dhe e shpalljes është produkt i mëshirës së Zotit. Fakti që nuk mbaron filmi me kaq i jetës që të mbyllet kështu siç mbyllet faktikisht në syt ton jetën e kësaj bote, por ka vazhdimsi dhe i ditë do dalë përpara gjyqit të Zotit me dhënë llogari, edhe kjo është fakt i mëshirës së Zotit, po edhe mënyra se si shpërblehen xhenetlit në xhenet është fakt i mëshirës së Zotit, po edhe mënyra se si zbatohet drejtësia e Zotit mbi zullumçarët, tiranët, mbi jo besimtarët që kanë mohuar, mbasi u ka ardhur argumente dhe e vërteta. Edhe kjo është një mirësi e Zotit, domethënë për njerëzit e tjerë, përballë tyre. Pra, në çdo moment ne jemi, si më thonë, si në këtë botë, si në jetën e varrit, si në botën tjetër, përballemi me të mirat e Zotit, përballemi me drejtsinë e Zotit. Atëherë, këtë mirë të Zotit po mohoni. Në njeriu nëse i bjer hasha diçkaje, është njësoj sikur ka rënë hasha gjithçkaje. Pra, nëse ti për shembull mohon prindin tënd për një detaj, do të thotë se ti e ke humbur në tokë prindin. Për këtë arsye dhe Zoti çfarë than Kur'an, as mos bëj përpara prindit. Kështu edhe në raportet me Zotin gjithësisë, pra çdo e mirë është nga Zoti. Për këtë arsye ne në çdo moment jemi bozhri ndaj Zotit. Sa herë marrim frym, jemi bozhri ndaj Zotit. Sa herë që mendojmë, jemi bozhri ndaj Zotit. Çdo që lidh në trupin ton është mirësi dhe bekim nga i madhi Zot. Çdo gjë që ekziston përreth nesh është mirësi dhe bekim nga i madhi Zot. Atë këtë mirë të Zotit po, domethënë ti o njeriu përballë mirësive të cilat janë të lidhura zinxhir me njëra tjetrën. Pra, të mirat e Zotit nuk funksionojnë të ndara. Të mirat e Zotit janë të lidhura me njëra tjetrën. Kështu që ti gjithmonë je në borxh, ti gjithmonë je nevojtar, ti gjithmonë je ai i dobti përpara madhështisë së Zotit. Atë këtë mirë Zotit po mohon. Dhe çfarë po kërkon Zoti prej teje faktikisht? Faktikisht Zoti po kërkon prej teje që ti të jesh mirënjohës ndaj tij, adhurues i tij dhe besues në të dhe ndjekës i asaj menuje dhe atij katalogu që Zoti ka sjellë për mbar njerëzimin, në rastin ton, me rastin profetit Muhammed alayhis salam, që është shpallje që i ka zbritur atij Kur'ani dhe Suneti e pejgamberit alayhis salam.